Një mega operacioni Spakut kundër një rrjeti të trafikut të drogës ka ndodhur pak më herët, ku pjesët e cilit janë 10 masa arresti me burg, dhe ndërkohë bëhet fjalë edhe për qindra miliona euro pasuri që janë vënë në sekuestro. Kam Keti Banushin tani në lidhje të drejtë për drejtë për të kuptuar se çfarë përmasash ka patur ky grup dhe ku ishte implikuar, në cilën fushë. Keti, të përshëndes, çfarë dim deri më tani? Përshëndetje Arlin, në fakt është një goditje shumë e rëndësishme e prokurisë posaçme, mund të themi që ka arritur, nëse kemi thënë dhe herë të tjera te kreu i grupit, ky është një nga krerët kryesor të grupeve kriminale, pasi dyshohet që është furnizuesi kryesor me trafikun e lëndës narkotike në shumë shtete dhe shumë i kërkuar, pra grupi kriminal dhe kreu i saj, që bëhet fjalë për Salvador Aliun, është quhet greu i grupit dhe këta janë antarë të këtij grupi të strukturuar kriminal, por emri i tij nuk ishte dalë deri tani nga të paktën në dosjet e tjera të prokurisë së posaçme. Pra është një emër i panjohur të paktën në Shqipëri. Është nga Elbasani dhe është një nga krerët kryesor të grupit kriminal. Prokuria e posaçme ka lëshuar 10 masa sigurie, por për 7 prej tyre dihej që nuk ndodhen në Shqipëri dhe kryesisht në Dubai kanë qëndruar deri pak kohësh, dhe ndërkohë që është arrestuar nga 10 masat e sigurisë, është arrestuar vetëm një nga masat, të tjerët janë shpallur në kërkim. Bëhet të paktën emrat për të cilët është kërkuar masa e sigurisë nga nga prokuria dhe janë miratuar nga gjykata e posaçme janë Nikol Bibaj, Isa Aliu, Sokol Bibaj, Florian Musaj, Armando Pachani, Denis Matoshi ose Aildi Dizdari, siç njihet ndryshe, Naldi Yzeiraj, Oklid Aliu, Dritan Gjika dhe Salvador Aliu. Pra këta janë emrat për cilët është kërkuar masa e sigurisë. Është një procedim i cili është regjistruar që në vitin 2020 janë kryesisht procedime që kanë lindur në sajt të zbërthimit të SKECC, po hetohet nga vetë drejtuesi i prokurisë së posaçme Klodian Brau, pasi kjo është dhe fakti pasi grupi kriminal është një nga grupet më të forta që mund të ketë deri në këto momente, të paktën në gjithë grupet e tjera kriminale, dhe kjo është arsye që është futur dhe vetë drejtuesi i prokurisë së posaçme Klodian Brau, ndërkohë është dhe prokuroria Doloreza Musabelliu. Janë të shumta pasuritë të cilat janë sekuestruar, të paktën sipas njoftimit të prokurisë së posaçme, një pjesë të ardhurat të trafikut të drogës janë sjell në Shqipëri dhe janë investuar pra në sistemin në pasuri të palueshme, në blerje aksionesh dhe në kompani. Prokuria e posaçme ka të dokumentuar të paktën 6 episode të trafikut të lëndëve narkotike, bëhet fjalë për vitet 2020-2021, ku janë trafikuar sasi të mëdha të lëndëve narkotike, ndërkohë që edhe në sajt të këtyre verifikimeve dhe në dokumentimit të këtij aktiviteti kriminal, kjo ka sjell edhe sekuestro të shumta që janë kërkuar pra nga prokuria e posaçme dhe janë miratuar nga gjykata. Bëhet fjalë në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dhërmi dhe Sarandë. Pra janë të sekuestruar pasuri të shumta të paluajtshme. Janë kryesisht prona siç janë vila të ndryshme në Bregdeci, në Hamallaj, në Gjirin e Lalzit, në rreth janë sekuestruar 121 vila, apartamente, duplekse dhe parkime. Pra gjithashtu janë vlera e pasurisë së sekuestruar kap shifra të larta, ndërkohë që janë të sekuestruar dhe shumë kompani të tyre dhe të personave të lidhur me ta. Në fakt prokuria e posaçme ka qenë një operacion në fakt që është bërë në bashkëpunim me policinë e shtetit, deri në momentin që ka ardhur njoftimi nga prokuria e posaçme nuk kishin dalë të paktën të dhëna dhe informacione sa i takon masave të sigurisë. I vetmi që është kapur dhe është sekuestruar vetmi personi i cili është kapur në banesë dhe është ekzekutuar masa e sigurisë është Florian Musaj, ndërkohë që prokuria e posaçme bën me dije se 2 persona të tjerë nga informacionet që ata kanë ndodhen në Shqipëri dhe janë ende në kërkim të tyre. Gjithashtu, krahas masave të sigurisë, prokuria e posaçme ka kërkuar në gjykatë edhe kontrolle banesa, siç ndodh në raste të ngjashme, dhe janë zhvilluar rreth 23 kontrolle banesash
dhe subjekte ku janë sekuestruar dokumenta dhe sende të tjera që do t'i vlejnë këtij hetimi. Duhet thënë se është një goditje e fortë e prokurisë së posaçme sa i takon trafikut të lëndëve narkotike, ndërsa për kreun e grupit kriminal që është një emër, siç e thash deri tani, i panjohur për të paktën ose nuk na ka dalë në dosjet e tjera, për Salvador Aliun, sipas të dhënave të prokurisë posaçme, ai është një nga persona që kërkohet në shumë shtete, jo vetëm në Shqipëri. Vendodhja e tij deri pa kohë më parë ka qenë në Dubai dhe nuk dihet se si do të operojë prokuria posaçme dhe me të tjerë të tjerë struktura, të paktën në të shteteve të tjera, të cilët bashkëpunojnë kryesisht në këto aksionet përbashkëta. Keti të falenderoj për detajet që përcollen në lidhje me këtë zhvillim të fortë, këtë mega operacion të SPAK-ut.